Një udhëtim nga Tirana drejt Italisë përfundoi në tragjedi, vetëm pak qaste para se avioni të prekte pistën. Një 85 vjeçar shqiptar humbi jetën mbrëmjen e kaluar, ndërsa avioni me të cilin po udhëtonte po përgatitej të ulej në aeroportin Marconi të Bolonjës. I moshuari nuk ishte vetëm, ai udhëtonte së bashku me familjarët e tij dhe sipas raportimeve kishte probleme të rënda shëndetësore. Madje familjarët kishin kërkuar që pas mbërritjes në Itali të kishte edhe asistencë mjekësore, por situata u përkeqësua pikërisht gjatë uljes. Ekipet e urgjencës ishin njoftuar paraprakisht dhe sapo avioni u ul, ndërhyn menjëherë. Por pavarësisht përpjekjeve të tyre, mjekët nuk mundën ta shpëtonin. Avioni i cili ishte nisur nga Tirana u ul në aeroport pak pas mesnatës. Në vend ngjarje mbërriti gjithashtu edhe policia e aeroportit për të kryer procedurat përkatëse. Për momentin autoritetet po vijojnë të sqarojnë rrethanat e plota të ngjarjes. Një udhëtim që duhej të përfundonte normalisht në Itali, u kthye tragjikisht në momentet e fundit të fluturimit.